Përshëndetje nga zemra e verilindjes së Shqipnisë, jemi në fshatin Lajthiz në Puk. Sot zbulojmë një prej historive më të veçanta të industrisë më të madhe të ujit natyral në rajon. Ndaj, ju ftoj të më ndiqni. Lajthiza Invest, e themeluar në vitin 1999, ka transformuar një zonë të thellë malore në një qendër moderne prodhimi me standarde europiane. Fabrika ndodhet në 1200 metra mbi nivelin e detit, ndërsa burimi vjen nga masivi malor në 1600 metra, me shkëmbim magmatik që japin ujit pastërtim dhe balancën natyrale të mineraleve. Këtu prodhohet uji premium, Lajthiza. Aktualisht impjanti përbëhet nga 9 linja moderne prodhimi nga PET dhe qelqi, tek Tetra Pak. Linjat e pijeve të gazuara dhe ato të kanoqeve, teknologjia gjermane Krones dhe sistemet më të avancuara të filtrimit sigurojnë që ujit mos ketë asnjë kontakt me mjedisin e jashtëm, duke ruajtur cilësinë natyrale nga burimi deri në shishe. Lajthiza kontrollohet çdo ditë në laboratorin e brendshëm dhe certifikohet nga institucionet shtetërore dhe ndërkombëtare, përfshirë SGS Fresenius në Gjermani. Sot Lajthiza, përpos që gjendet kudo në Shqipni, ajo eksporton edhe në Kosovë, Malizi, Maqedoni e Veriut, në Evropën perëndimore, në Angli, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajthiza sot është më shumë se një fabrikë uji, është një strukturë e madhe, e besueshme, me ndikim social në zonë dhe me misionin për të çuar markat shqiptare në tregjet më prestigjioze të botës. Por historia nuk mbaron këtu. Lajthiza Invest është pallur një investitor strategjik nga qeveria shqiptare dhe po zhvillon një projekt të madh industrial agroturistik, që përfshin investime të reja prodhuese dhe një hotel modern me standarde të larta. "25 vite shërbim, cilësi, garanci. 25 vite kujdes për shëndetin tuaj. Lajthiza."